Ramazani nuk demonstron vetëm me mos ngrënie apo pirje, por Ramazani demonstron fuqishëm shpirtërisht sepse lidhen dhe djajt. Ndaj njeriu është më afër udhëzimit. Një, kur lidhen ti ke mundësi ta agjërosh më qetë. Një. Kur lidhen ti ke mundësi të prezantosh në xhami më shpesh, sepse është diçka e veçantë. Kur lidhen ti prezanton edhe një kohë plus në taravih duke u lodhur, sikur ti thuash dikujt ec gjysmë ore, thot mbaroj gjysmë ore dhe kaloj. Kur ti thosh dikujt rri gjysmë ore në këmbë dhe prit, do të jetë vështirë. Dhe me të vërtetë kjo kërkon një përpjekje të brendshme që njeriu të jetë stabil për 11 ose 21 rekat apo 23 rekat sa fali në vende të ndryshme. Dhe kjo është udhëzim që Zoti Xheleshanu e udhëzon njeriu në këtë gjë. Është udhëzim ku Allahu Xheleshanu çel zemrën tënde që ti të nxjerrësh nga xhepi një diçka, jo sadakan e fitrit se ajo është detyrë. Dhe njeriu ndjen atë faj në qoftë se nuk e bën. Por se ti gjatë Ramazanit ushqen një të varfër. Gjatë Ramazanit ti mund të kontribuosh me shok për iftarin e disa njerëzve. Gjë që kjo është një udhëzim. Prandaj them, kjo fjala irshudu më duket se është tepër, sikur e shikon atë udhëzimin konkret, bëm këtë dham, këtë qëndruam këtu, dëgjuam këtë ders na ose këtë mësim na ky hoxh. Të gjitha këto me të vërtet tepër konkrete për njeriu dhe me të vërtet kush del nga Ramazani kupton sa i udhëzuar ka qenë. Kush del pas Ramazanit e ndjen në brengën që i lë shkëputja nga miku i tij shumë i dashur.